Elsa, e këndes mikrofonin? Jepit lutem. Vin cupat. Çfarë ndodhi? Okej. Ishte kryetarja, një çupkë. I them unë, në fillim i lam të votonin. Se kështu në trajnim kështu na thanë, që do t'i linin. Që do t'i linin të votojnë. Mendimsa. Mendimsa. Se janë sakat. Qora. I thashun të pamundur. I thashun lam në fillim. I thashun gjuna i thashun. Janë ngritur nga robet, aty e kanë qefin. Duan të vinë të votojnë. Si nuk i le. Ajo e kanë darë mendjen për këtë të votojnë. Ajo si qëri shkrojti të aty, kur më vjen ai, më thot pse më ngacmove çup. Më shavi, më goditin në vesh. Më futi thojt. Ja, ky ishte mohabet. Bara. Keni njohje me personin? Po po gades të gjithë njëna. Po në çdo zgjedhje kështu ka bërë gjithmonë. Të njëjtën sa herë ka pasur zgjedhje, të njëjtën gjë ka bërë. Po ka pasur një konflikt jashtë? Jo, pa çfarë konflikt kanë pasur thjesht. Si surrate një. A ka vazhdu konflikti edhe jashtë vendit të votimit? Dolëm këtu jashtë, prapë më shavi, më ofendovi nga nana. Mua më thonë Toni Minfitit, ati i thonë Luani Mines. Ata e njohin nga mamaja, mua më njohin nga babai. Po që më plasi byha Zonja? Goditën fjalin. Ne na lajmëruan që ka ndodhur incident për bashortin. Dola me gjithë djalin e kam të operuar me ashtu. Na zum pusi 4-5 veta, na zum pusi, godisnin djalin me arka, unë të mbronja djalin të ashtu, ma ashtu mua. Çfarë të them, nuk e di. Jeni goditur dhe ju? Po mbronja djalin, i hanja unë. Mbronja djalin. E keni bërë? Se është me këmbë të thyer. E keni bërë publik incidentin? Po, çfarë publik në komisariat për këtë rast? Unë vajta, kjo të shi ndodhi, kur erdha unë e morëm. Unë vajta me vrap komisariat se thash çfarë ka ndodhur. Keni frikë? Po si s'kam? Po dore trimit edhe ajo e kurvës nuk mbajnë orë. S'kemi çfarë bëjmë. Po, pushojnë. Çfarë keni apel? Po, Për policinë e shtetit? Jo, më policia është erdhi, ja po i bia. Me policinë. S'ka pse të ndodhin këto gjëra fare. Nuk kam pse ndodhin këto. Alo.